Të gjitha. Ndoshta plotësisht akuzën edhe janë plotësisht I pafajshëm. E pranon fajsinë apo nuk e pranon? Plotësisht I pafajshëm. Vatan Qoka. E pranon fajsinë apo nuk e pranon fajsinë? Ja, s'më me pranu se jam I pafajshëm. Edmond Lika. Pranon fajsinë apo nuk e pranon? Shkëlqim Kuka. Plotësisht I pafajshëm. Diamant Ngoshi. Plotësisht I pafajshëm. Sipas akuzës numër 34/25 e dotës 06/01/2026. Kundër të akuzuarve, Haki Bega, Dorë, Erilen Murati, Vatan Qoka, Edmond Lika, dhe Shkelqim Kuka. Hakia Rilindi Vatone Edmondi dhe Shkelqimi akuzohen për veprën penale vrasje e rënd nga linji 173, paragrafi 1 në paragrafi 1.9 lidhur me të Kredreni Bashkëpunëtor. Ndërsa Diamant Ngoshi dhe një ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale nga linji 310 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2. Haki Bela, ngritur kohë. I lindur me datë 12/12/1999. emri babës, Sultan. nëna, Zyra Fejte. emri I Dallgjerisë nënës, Ngoshi. Jeni martuar? Po. Sa fëmijë? I martuar. Prindërysh, çfarë shkolle keni të kryme? Shkollën e mesme. Ren Murati, lindur me datë, 0/3/12/2003. emri babës, Mirë Bush. shko ketë me ndryshim plotësisht, si më ndoj të ndorën atë akuzë. Emri nënës, Julieta. je martuar? Po. Fëmijë? Jo. I martuar. Me profesion? Kom pas punë, tash jam I pasur. Ke çfarë shkolle ke kryme? Shkollën e mesme. Vatan Qoka. Data e linjës, 16/5/2006. 2006. Emri babës, Shimse nga I Holti Shemsë. Nëna, Ibadet. Jeni dojve, Tirol. Tiro. Je martun? Çfarë shkolle ke kryme? Fillore. Po të kryme shkolle të kryme. Ull, Edmond, I lindur me datë, emri babës, në ndryshim plotësim, Hamdi. Nëna, Gjenita. Gjemi në Vajzris, Ismaili. çfarë shkolle ke kryme? Shkëlqim, data e linjës, 18/7/2000. emri babës, Kazma. nëna, Azemi. Gjemi në dojve, Bruf. çfarë shkolle ke kryme? Fillore. Në martuar, Diamant, data e linjës, 14/12/2003. 14/12. Emri babës, Islam. nëna, Shurejt. Gjemi në dojve, Doci. Dolci, çfarë shkolle ke kryme? Shkollën e mesme. E je martuar? Ngret në ju të akuzuar gjatë në kohë, është shqyrtimi fillestar. Çka do të thotë? Keni drejt mu deklaru në lidhje me fajësinë. Obligim nuk e keni me pranu fajësinë. Keni të drejt të mbronit në heshtje, të mos lisni asgjë lidhje me këtë çështje objekt gjykimi. Keni të drejt të kundërshtoni prova që ka përvëzu prokurori i shtetit në këtë akt akuzë. Keni të drejt ta kundërshtoni bazën ligjore të akt akuzës, apo përshimin nga buar të gjenës praktike dhe kërkesë për punët të akt akuzën se vlerësoni bashkërisht në mbrojtjen që kjo akt akuzë është e babazuar. Mbrojtja është e detyrueshme
rast, disa nga ju keni avokat të përgjellur, disa sipas detyrës zyrtare. A janë të kuptueshme vëllezërit? Po. Keni nevojë për sqarime? Jo. Pas kësaj ftoj prokurorin e shtetit ta lexon ata akuzën. Dëgjoni me vëmendje. Vëllezër mikrofoni mburon. Gjithçka do vi i videozuar të çon gjykimin. Faleminderit, i nderuar gjyqtar, të nderuar avokatë dhe të pranishëm. Prokuria themelore në Perizaj ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurve Haki Bela, Rivin Murati, Batan Çoka, Edmond Vika, Shkelqim Kuka. Sepse me datë 01 prill 2025, rreth orës 23 në Kaçanik, në rrugën Idris Seferi, përkatësisht në katin e 2 të hyrjes së ndërtesës në bashkëveprim me të miturin Rejhan Bela, me dashje dhe përgatitje paraprake, kanë privu nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Rashter Mohamed Vika në atë mënyrë që, derisa viktima ka përfunduar orën e punës në detyrë zyrtare dhe gjatë rrugës për në banesën e tij ishte përcjell në vazhdimsi nga të pandehurit dhe i miturit deri te hyrja banesës së tij, ku i pandehuri Hake, pasi që kishte qëndruar në lokalin e tij Aksa, prej aty nisët për në drejtim të stacionit policor dhe përcjell viktimen Mohamed Vika prej momentit të daljes nga stacioni policor e pastaj. Viktima vazhdon drejtim të banesës, ndërsa i pandehuri Haki vazhdon drejtim të rrugës UÇK për 20 metra dhe më pastaj, pas 30 sekundave kthehen drejtim të viktimës. Në vazhdim, të pandehurit Shkelqim Kuka dhe Edmond Vika në rrugë vëzhgojnë rrugtimin e viktimës. Pasi që kishin parkuar veturën Opel Astra, ngjyrë bardhë me targa 05-518 GH, me vozec Shkelqim Kuka dhe pasager Edmond Vika, ofër stacionit policor dhe në momentin që kalon viktima për rreth veturës në drejtim të banesës së tij, nga vetura del pasageri Edmond Vika dhe hip në veturën e tij Golf 2, ngjyrë 4, duke vozitur në drejtim me drita të pikura dhe duke vazhduar në rrugën një drejtimshë, duke përcjell viktimen në drejtim ka lëvizur. Ndërsa i pandehuri Shkelqim me veturën Opel Astra, nga ky moment merr veprimin dhe vazhdon duke shkuar ofër vendit të ngjarjes. Viktima vazhdon rrugtimin pastaj në rrugën Idris Seferi, ofër hyrjes së banesës së tij, i mituri Rejhan Bela, vazhdon duke përcjell viktimen mbrapa, i cili hyn në hyrjen e banesës së tij dhe menjëherë pas viktimës i mituri Rejhan Bela hyn pas tij në hyrjen e objektit banesës dhe të takuar të ndjerin ka shtën drejtim të tij me anë zjarri të kalibrit 9.19 mm dhe kthehet me vrap mbrapa nga kishte ardhur pas kryerjes së vrasjes, duke ikur në drejtim të lokalit Dugaxhini, ku bashkohet me të pandehurin Rivin Murati, i cili kishte qenë duke pritur dhe së bashku me vrap largohen përmes rrugës Medit Dalloshi, ndërsa derisa ishin duke varkuar, i mituri dhe i pandehuri dëgjohet një zë duke thënë: "Bravo ek." Kjo dëgjohet nga kamerat e sigurisë Dugaxhini në orën 22:59:30. Paraprakisht të pandehurit kanë lëvizur në drejtim të lokalit Bilardo të Lindi, ndërsa rreth një orë para kryerjes së vrasjes, nga kamerat e sigurisë marketit Besa, ora 21:54, varihen lëvizjet e të pandehurve Rivin Murati dhe Batan Çoka, së bashku me të miturin Rejhan Bela, duke vëzhguar dhe koordinuar në mesvete, ndërsa pas vrasjes i pandehuri Haki Bela, rreth 14 minuta mbrapa vrasjes vjen në vendin e ngjarjes dhe pas 2 minuta largohet prej aty. Këto janë pamjet nga kamerat e sigurisë të lokalit të Lusha, me të cilën në bashkëkryer kanë kryer veprën penale, vrasje e rënd nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.9 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Diamant Gashi, me datë 01 prill 2025, rreth orës 23, e kanë ndihmuar të miturin Rejhan Bela të arratisët, pas kryerjes veprës penale të vrasjes së rënd, në atë mënyrë që paraprakisht, pasi që të pandehurit e lartësekur, sikurse në dispozitivin e parë të akt akuzës, në bashkëkryer, duke planifikuar përcjell lëvizjen e viktimës Rashter Mohamed Vika me datë 1/4/2025, rreth orës 23, i mituri Rejhan Bela ka kryer veprën e vrasjes në bashkëkryer, duke u ndihmuar edhe nga të pandehurit Haki Bela, Rivin Murati, Batan Çoka, Edmond Vika, Shkelqim Kuka, ndërsa i pandehuri Diamant Gashi, duke e strehuar në shtëpinë e tij të miturin Rejhan Bela, e kanë ndihmuar duke i ofruar ndihmë në ushqim dhe gjëra tjera dhe në shmangjen e zbulimit dhe arrestimit përmes fshirjes shtëpinë e tij dhe fshirjes së mjeteve dhe provave, duke e strehuar dhe ndihmuar në të njëjtën dhe ndërmarrjen e veprimeve për pengimin e arrestimit
dhe duke i ndihmuar në komunikim me të pandehurin Haki Bela, vllaun e të miturit, me të cilin ka kryer veprën penale dhe një ndihmës kryes dhe pas kryerjes së veprave penale nga linji 380 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Ndërsa të vëron munduni Haki Bela, Lilian Murati, Vatan Çoka, Edmond Lika, Shkëlqim Kuka, e kuptuta këtë akuzën? A keni nevojë me os qaru pjesërisht, plotësisht? Jo. I akuzuari Diamant Goshi, e kuptuta këtë akuzën? Ki nevojë për sqarime? Pas kësaj, këto e trupi gjykues bindën se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën e kësaj akta akuzë dhe nuk kanë nevojë për sqarimet e tjera. Haki Bela, a ndjesh fajtor për këtë vepër penale apo nuk ndjesh fajtor? E di që është seancë fillestare, nëse ka mundësi është disa fjalë mi fol lidhe me akta akuzën. Me çështje fillestare është deklarimi lidhur me pajisjen pa pajisjen. Në shqyrtim gjyqësor do kesh mundësi të E gjithë. të ndërtoj plotësisht akta akuzën edhe janë plotësisht i pafajshëm. Ulu, Lilian Murati, e pranon pajisjen apo nuk e pranon? Ulu, Vatan Çoka, e pranon pajisjen apo nuk e pranon pajisjen? Ja s'më me pranu se jam i pafajshëm. Ulu, Edmond Lika, pranon pajisjen apo nuk e pranon? Pafajshëm. Ulu, Shkëlqim Kuka, Plotësisht i pafajshëm. Ulu, Diamant Goshi, Plotësisht i pafajshëm. Ulu. Jo më vonë se 30 ditë nga seanca e sodit mund ta kundërshtoni akta akuzën, i kundërshtoni prova që ka vëzuar prokurori shtetit në akuzë dhe kërkesë për rrugë të akta akuzës. A ka dikush diçka me shtu para se me mbyll shqyrtimin gjyqësor? Dhe që të përcizojë qatë. Po. Të nozën e avokatë, kemi këto trupi avokatë, të një Goshi Bytyshi, Me që se kodi procedurës penale këtë fast procedurës përsakton se kemi të drejtë që kemi të pajisur me gjitha shkresat e lëndës. Në këtë drejtim prokurori ka qenë mjaft bashkëpunus, mirë po për proces verbal nëse ban besoj e dalë një rime në kolegët e me që në rast se gjatë shqyrtimit procesit gjyqësor na del dhe një provë që nuk e kemi pa rezervojmë të drejtën që t'na pajisë prokurori. Ato e keni garantuar me listë, keni nevojë me rezervu asgjë. Megjithatë, gjyqtar sepse kemi po provat të vazhdon gjyqtari, po prokurori për megjithatë prej këtij momenti dhe më thonë të kemë. A këta akuzën e keni pranuar sigurisht. Po, sigurisht, edhe kemi nuk ka të akuzën të akuzuarve në qendrat e paraburgimit, në rast se vlerësoni të konsideroni që në atë akuzë keni gjetur material që ju nuk e posedoni, nëpërmjet email zyrtar kontaktoni prokurorin edhe është i obliguar, janë siguruar të gjitha shkresat e punës. Gjyqtari dhe një propozim e kam. Urna, lidhur me propozime tjera, Unë jam mbrojtja e Diamant Goshit që nga leximi i akta akuzën nga prokurori çështjes, njëti akuzohet se ka kryer veprën penale dhe një ndihmë pas kryer veprës penale, për të cilën shma nga dhe se ditimi është në drejtë dhe. Dhe ko nisën nga fakti se kemi Diamant Goshi. Akuzohet për veprën penale e në kryesve, pas kryes veprës penale. Sekretari të gjykues, Julius, që të mbërë autoritim së kontra këtë pas procedurës, masa paraburgimit, i zëvendësohet me një mos alternative, qoftë edhe mosën në shtëpia, duke u nis nga pesha veprës penale. Nga arsye tjera, gjyqtarët për mos me ngarku procesin për cilat është vazhdu.
Edhe ky ndryshon sipas akuzës nga të tjerët, ka doshkja me i fojnë së. Dhe është mu i minoj që këtë gjithë ke mos para të tjerë. Në falenderit shtatë. Falenderit. Një dhe të tjerë që është në mos në para të tjerë. Shko pikë të rrështë me lene këto të shumë, sa vokoti mbës Musa Përgjeli deklarat. Nderuar gjykot, nderuar gjykot, e respektuar prokurori, nderuar kolegë dhe të pranishëm. Fillimisht, deklaroj se mbështes në tërësi deklarimin e të mbrojtërit tim, lidhur me fajsin. Lidhur me fajsin është deklaruar i pafajshëm. Gjithashtu, me lene ju propozoj gjykatës që masën e parabërgimit ta hesni apo ta ndryshoni duke zëvendësuar me një masë tjetër alternative konformilimit 1.7 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 deri në 1.7 për arsye se deri në 1.7 dy kodet të procedurës penale të Republikës Kosovës. Nga se, ose për arsye se konsiderojmë se nga momenti i ngritjes së akuzës, e që figuron që në datën 12/01/2026, kështu sipas akuzës, të gjitha provat janë ndërzuar në gjykatë dhe se të njëjtat edhe sikur të donte klienti im nuk mund t'i ndryshoj, nuk mund t'i asgjasoj, as nuk mund të ndikoj, mos jam shpejt? As nuk mund të ndikoj në dëshmitar, sepse provat janë të siguruara dhe janë në dorë të institucioneve përkatëse. Nga data e dorëzimit të akuzës, prokurori provat të reja prokurori ka përfunduar e dorëzimit të akuzës. Prokurori ka përfunduar me sigurimin e provave dhe se konsiderojmë se as ikja apo shmangja e të panderit nuk mund të ndodhë sepse si që dim të gjithë tani më ekziston teknologjia, ekzistojnë sistemet ku secili që tenton të ikë mund të gjendet me një periudhë relativisht të shkurtër. Sepse ekzistojnë marrëveshjet ndërmjet shteteve. Ekzistojnë marrëveshjet ndërmjet shteteve.
Nëse s'ki diçka tjetër të ndërta. Ju falenderoj, diçka tjetër. Nuk kam vetëm ju kisha lut që nëse në afatin që na i lejut deri 30 ditë për kundërshtim provave, e ne do të mundohemi që të parashtrojmë sa ma shkurt që është e mundshëm, për shkak se jemi parë. Ju lut që të vendosni sa ma shpejt që të përfundimin e kësaj seance ju përgatitni për çdo veprim tjetër. Prokuror, në lidhje me propozimin e avokatëve mbrojtës. Faleminderit gjyqtar. Fillimisht e kundërshtoj propozimin e avokatëve. Fillimisht kundërshtoj propozimin e paraqitur nga ana e avokatëve mbrojtës. Dhe ashtu siç është përcaktuar në paragrafin 8 të aktit akuzues, propozimi për vazhdim të masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, konsiderojmë se duke pas parasysh edhe akvendimin e fundit lidhur me vazhdimin e masës së paraburgimit, qëndrojnë ende të gjitha arsyet dhe shkaqet ligjore për të cilat është vazhduar kjo masë të paraburgimit. Faleminderit gjyqtar. Faleminderit zoti prokuror. Në lidhje me propozimin e avokatëve mbrojtës, gjykata me këtë vendim në respektim të dispozitës ligjore të nenit 240, paragrafi 4 të KPPK-s, gjykata refuzon propozimin e avokatëve mbrojtës Emir Goshi Dytyshi dhe Musa Kongjeli që të pandehurve Erlin Murati dhe Diamond Goshi të ju interpret mosa e paraburgimit apo të zëvendësot në mos alternative. Në mos alternative. Me arsye sikurse në vendimin për vazhdim të paraburgimit të datës 08/01/2026. Me qenë se askush nuk ka çka të deklaroj, shqyrtimi fillestar shpallet i përfunduar. Për avokatët
Thank you.